Rreshjet e shiut të cilat kanë prekur qytetin e Vlorës ditët e fundit, kanë nxjerrë edhe një herë në pa mangësitë infrastrukturore që kanë shumë zona në qytetin bregdetar. Kundër zonat më problematike është edhe ajo pranë stacionit të trenit. Kjo zonë që po ndiqni në pamje, pjesë e lagjes 24 maj në Vlorë, ndër vite është në kërkim të investimeve infrastrukturore, pasi rehabilitimi kryesisht i rrugës në të është një domosdoshmëri. Por pavarësisht rëndësisë së segmentit rrugor, gjendjes së saj të shkatruar aktuale, por edhe frekuentimit të lartë, asgjë nuk është bërë në kthimin në normalitet të kësaj rruge. Po flasim këtu për një segment me gjatësi maksimale 500 metra, që lidh disa bloqe banimi, por edhe shërben si një pikë kyçe për qarkullimin e automjeteve për më shkurt, atyre që duan të shpëtojnë nga trafiku, apo makinave që frekuentojnë bloqet e banimit. Në dukje, një rrugë pa rëndësi për pushtetin lokal dhe atë qendror, por një segment rrugor ku qarkullojnë me qindra qytetar çdo ditë. Kalimtar këta që përballen me rrugën gjithë baltë dhe gropa të pakalueshme për gjatë ditëve me rreshje shiu. Shpesh qytetarët, por edhe automjetet, ndikuar nga kushtet infrastrukturore të këtij segmenti, gjiten edhe mbi shesh pushimin e stacionit të trenit për të dalë në anën tjetër të segmentit, duke shmangur në këtë mënyrë gropat e shumta, pellgjet me ujë, por edhe baltën, ndërsa kjo rrugë prej fillimit deri në fund të saj është kthyer në gangren për drejtuesit e automjeteve, faktori kryesor pse makinat dëmtohen duke përfunduar në servis. Vlen të theksoj se krahas kalimtarëve dhe automjeteve që frekuentojnë këtë segment, aty jetojnë edhe dhjetra familje. Rruga në fjalë, pavarësisht distancës minimale, është e rrethuar nga pallate shumëkatësh, në të cilat jetojnë familjet vlonjate, të ardhur, por edhe të huaj të cilët kanë blerë shtëpi aty. Banorët, të cilët nuk e evitojnë dot kalimin në këtë segment, përballen me baltën çdo ditë. Segmenti rrugor mban ujë për shumë ditë me radhë edhe pas përfundimit të rreshjeve të shiut. Në Bear, balta aty janë lëvendin pluri dhe papastërtive. Vlen të theksohet se gjatë natës mungon edhe ndryshimi rrugor, duke zhytur zonën në errësirë totale. Fondet që duhen për rehabilitimin e saj janë vërtet minimale, por ndër vite ka munguar vullneti politik dhe institucional që në këtë rrugë të kategorizuar nga pushteti pa rëndësi të investohet dhe të nisë rehabilitimi tepër i nevojshëm për banorët e zonës.